Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera është sot, do të keni mundësinë të ndiqni. Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se viti që po mbyllet ka qenë një ndër më pozitivët për ekonominë shqiptare me tregues inkurajues në disa sektor kyç. Në konferencën e fundvitit me gazetarët të mbajtur në kryeministri, Rama u shpreh se ekonomia pritet të mbyllet me një rritje prej 3.9% ose pothuajse 4%, duke cilësuar këtë si një nga performancat më të mira në rajon dhe në kontinentin evropian. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro së bashku me kryetarin e Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi dhe prefekten e qarkut Albana Hasanaj inspektuan punimet e rikonstruksionit në shkollën Urani Rumbo. Projekti synon përmirësimin e infrastrukturës dhe eficiencës energjitike, si dhe çlirimin e hapësirave publike për t'i vënë në shërbim të nxënësve dhe programeve ekstrakurrikulare. Objektet e trashëgimisë kulturore dhe fetare në qarkun e Gjirokastrës kanë tërhequr gjatë këtij viti një interes të lartë nga turistët të vendas dhe të huaj. Kishat, xhamit, monumentet e kulturës dhe sitet historike janë pjesë e rëndësishme agjendave turistike. Në prag të festave të fundvitit, Haxhi Baba Admir Selmani shpërndau pako ushqimore për 60 familje në nevojë në Memaliaj, duke përcjell mesazhin e solidaritetit dhe ndihmës për njëri tjetrin. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se viti që po mbyllet ka qenë një ndër më pozitivët për ekonominë shqiptare, me tregues inkurajues në disa sektor kyç. Në konferencën e fundvitit me gazetarët mbajtur në kryeministri, Rama u shpreh se ekonomia pritet të mbyllet me një rritje prej 3.9% ose pothuajse 4%, duke cilësuar këtë si një nga performancat më të mira në rajon dhe në kontinentin evropian. Për sa i përket lirisë ekonomike, renditet përpara vendeve si Polonia, apo Bullgaria, apo Kroacia, apo Hungaria, apo Greqia e kështu me radhë, dhe po ashtu dhe për lirinë njerëzore, ndërkohë që për lirinë ekonomike është në pozicion më të mirë se 2 apo 3 vende përpara saj. Është një pasqyrë pozitive, natyrisht raporte ka shumë, indekse ka shumë, po duke qenë se raportet pozitive dhe indekset pozitive nuk bëjnë lajm, shfrytëzova rastin për ta ndarë këtë me ju si një lajm të mirë, nga shumë lajme të mira për Shqipërinë, të cilat, si që thash, nuk bëjnë lajm. Po përpiqem të prek pak disa fusha kryesore, duke filluar nga ekonomia. Jemi në një vit ende që në aspektin e ekonomisë është nga më të mirët, me të dhëna shumë pozitive dhe shumë inkurajuese, dhe parashikohet që të mbyllet me një rritje ekonomike 3.9%. Pra, pothuajse 4%, që është një rritje kuptim plot dhe mbase më e larta në të gjithë këtë pellg ku i gjendemi ne në kontinentin tonë. Ndërkohë që bizneset e reja janë shtuar me afro 20% në 11 mujorin e vitit, sepse keni parasysh nuk i kemi dhënat e dhjetorit, investimet e huaja vetëm në 3 mujorin e tretë kam pasur një rritje mbi 10%, dhe stoku i investimet huaja është domethënës dhe më i lartë me mbi 10% krahasimisht me vitin e mëparshëm. Paga mesatare në 3 muajt e tretë ka rezultuar 833 euro, që është një rritje domethënëse. Kemi për pak ditë edhe hyrjen në fuqi të ligjit për pagën minimale, që shkon në 500 euro dhe do të prek një numër të konsiderueshëm punonjësish, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetëror.
Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro, së bashku me kryetarin e bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi dhe prefektin e qarkut Albana Hasanaj, inspektuan punimet në rikonstruksionit në shkollën Urani Rumbo. Projekti synon për mirësimin e infrastrukturës dhe eficiencës energjitike, si dhe çlirimin e hapësirave publike për t'i vënë në shërbim të nxënësve dhe programeve ekstrakurrikulare. Shkolla pritet të jetë gati për vitin e ri shkollor me ndërhyrje të harmonizuara me zonën historike të Gjirokastrës. Tek shkolla Urani Rumbo, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro vizitoi kantierin e shkollës Urani Rumbo, një prej institucioneve arsimore në zonën historike të qytetit të Gjirokastrës, e cila i është nështruar rikonstruksionit. kam akoma më të madhe kënaqësinë kur këtu bashkë me mikeshën time dhe kolegen ministre Manastirliu premtuam që do të mbështesim projektin e bashkisë me financim për rindërtimin dhe rinovimin e krejt shkollës Urani Rumbo, një shkollë shumë e veçantë. Ja ku jemi sot te kantieri. Ajo që është e rëndësishme është që garantimi i eficiencës energjisë, pastaj na kursen lekët edhe rrit parametrat të freskisë dhe të mbrojtjes. Kumbaro theksoi gjatë këtij inspektimi nevojën e ndërhyrjeve për të rikthyer shkollës hapësirat e uzurpuara. Një gjë që i mungon në mos gaboj shkollës janë hapësirat rreth rrotull për programet ekstrakurrikulare. Hapësira për terren sportiv s'kemi. E para njëherë prioritet ka interesi i fëmijëve dhe prona publike. Në respekt të pronës publike, ne nuk mund të jemi uzurpimet hapësirave, kështu që patjetër kur prindrit kërkojnë kurse më të mira për fëmijët, por edhe hapësirën publike për ta vënë në shërbim të shkollës, patjetër që do ta lirojmë. Është një aksion që ka filluar në gjithë Shqipërinë dhe nuk ka pse Gjirokastra të bëjë përjashtim nga ky lloj ushtrimi. Kryetari do ta shikojë me prioritet me qëllim që të çlirohen hapësirat e uzurpuara dhe të rikthehen shkollës dhe të vijnë në shërbim publikut. Aq më tepër që shkolla qendër komunitare, shkollat ku duam zhvillojmë programet jashtë orarit shkollor, jashtë orarit mësimor, janë po aq në interes të familjes. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi tha se në këtë shkollë, që ka më shumë se 300 nxënës, projekti përbashkët me UNICEF, po kujdesemi që punimet të jenë në harmoni me peizazhin e zonës historike të Gjirokastrës. Kjo është një shkollë shumë e rëndësishme sepse është në qendër historike, është në zonën muzeale, për më shumë se 300 fëmijë që e frekuentojnë këtë shkollë. Edhe thash ishte një emergjencë, kështu që falënderimet më të mëdha shkojnë për qeverinë, për Ministrinë e Arsimit, e cila e mundsoi financimin e kësaj shkolle. Ndërhyrjet në këtë shkollë parashikojnë ndërtimin e një çatije të re, sistem kapot, rikonstruksionin dhe infrastrukturë të re, si dhe përmirësim të eficiencës energjitike. Objektet e trashëgimisë kulturore dhe fetare në qarkun e Gjirokastrës kanë tërhequr gjatë këtij viti një interes të lartë nga turistët të vendas dhe të huaj. Kishat, xhamit, monumentet e kulturës dhe sitet historike janë pjesë e rëndësishme e agjendave turistike, duke e kthyer turizmin kulturor dhe fetar në një nga atraksionet kryesore të rajonit. Në qarkun e Gjirokastrës, objektet e trashëgimisë kulturore dhe fetare kanë qenë pjesë e rëndësishme e agjendave turistike gjatë këtij viti, duke shënuar interes të lartë nga turistët vendas dhe të huaj. Kishat, xhamit, monumentet e kulturës dhe sitet historike të zonës janë vizituar gjerësisht, duke kthyer turizmin kulturor dhe fetar në një nga pikat më tërheqëse të këtij qarku. Rajoni i Gjirokastrës, ose qarku i Gjirokastrës, përfshihet është në rajonet me më shumë objekte kulti në rang vendi, po jo vetëm, pasi edhe më gjerë ka një numër të madh objekte të kultit, të cilat janë monumente kulture ose jo, por kryesisht objektet më të vizituara, të cilat i përkasin dhe trashëgimisë kulturore, janë xhamia e Pazarit, e cila është monument kulturor kategori e parë, apo kisha e Labovës së Kryqit, dy nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë tonë shpirtërore. Gjithashtu kemi të qenë e Melanit apo të qenë e Frashit, të cilat janë të kultit Bektashi, apo dhe disa prej kishave Shënë Premtja në Përmet, apo Leusa, apo kisha e Leusës apo e Kosinës, të cilat janë të periudhave të bizantine apo post-bizantine. Pra, kemi një larmishmëri objektesh kultit, të cilat kanë patur vëmendjen e vizitorëve dhe nga informacionet që ne kemi dhe në lidhje me komunitetet fetare, pasi kryesisht këto objekte janë administrim nga komunitetet fetare. Sipas Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, ky interes i shtuar lidhet me promovimin e vazhdueshëm të këtyre objekteve, restaurimet e kryera dhe përfshirjen e tyre në gujdat turistike.
Një rritje e interesit të vizitorëve kryesisht të huaj për këto objekte të rëndësishme të kultit. Gjithashtu dhe zona e Dropullit është e pasur me manastiret duke filluar që nga Derviciani deri në Koshovic, apo dhe zona e Pogonit dhe Zagorisë, të cilat janë kisha e Hoshtelës apo manastiri i Çatistës apo dhe disa objekte në fshatin Poliçan. Qarku i Gjirokastës është totalisht i pajisur me të gjitha objektet e kultit, të cilat mund të vizitohen nga vizitorët vendas dhe të huaj. Drejtuesi i këtij institucioni në qarkun e Gjirokastrës, Ardis Duka, thekson se trashëgimia kulturore dhe fetare mbetet një aset i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe ruajtjen e identitetit historik të zonës. Në prag të festave të fundvitit, Haxhi Baba Admir Selmani shpërndau pako ushqimore për 60 familje në nevojë në Memaliaj, duke përcjell mesazhin e solidaritetit dhe ndihmës për njëri tjetrin. Në këtë nisëm bamirësi, ai u shoqërua nga kryetari i bashkisë Albert Malaj, i cili e falenderoi për mbështetjen ndaj komunitetit. Kjo periudhë fundviti po shoqërohet me aktivitete të ndryshme bamirësie për t'ua bërë më të bukura festat kategorive në nevojë. Një nismë e tillë u more edhe nga babai trevave të Memaliajt. Haxhi Baba Admir Selmani ka shpërndar pako me ushqime për familjet në nevojë të kësaj zone. Le të bëhemi model i dhënies së ndihmës për gjithë shqiptarët, u shpreh ai ndërsa përcolli urimin për festat. Për mua është kënaqësi që kontribuoj sadopak në familjet në nevojë në bashkinë ku unë jam lindur dhe shpresoj që të gjithë ato njerëz që kanë mundësi le të kontribuojnë sadopak në familjet në nevojë, sepse dhënia e zekatit është një nga 5 shtyllat kryesore që ka caktuar Zoti. Kështu që le të bëhemi modeli i dhënies sadopak të njerëzve në nevojë. Me këtë rast dhe unë uroj një vit të mbar për të gjithë familjet në nevojë, për gjithë shqiptarët kudo që janë në botë, pse jo në botën mbar. Në shpërndarjen e pakove, ai u shoqërua edhe nga kryetari i bashkisë Albert Malaj, i cili e falenderoi për gjithçka ka bërë në mbështetje të komunitetit. Barditi, unë të falenderoj për gjithçka ke bërë dhe po bën për bashkinë me Malje dhe për gjitha njësitë administrative. Në rastin të falenderoj edhe konkretisht sot për gjithë ndihmat që po jep për familjet në nevojë. Realisht ata kanë të domosdoshme një ndihmë, një përkrahje nga ana, sepse realisht janë familje të pamundura. Unë uroj që viti i ri të sjellë sa më shumë urime, gëzime dhe mbarësi jo vetëm për familjet në nevojë, por për gjithë komunitetin e Maljot, gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen. Unë uroj që festat jenë sa më të lumtura dhe sa më të gëzuara për gjithë komunitetin dhe gjithë shqiptarët. Pakot shkuan për 60 familje të kësaj bashkie. Policia e Gjirokastrës ka referuar në prokurori njësë rastesh penale të ndodhura në teritorin e qarkut që lidhen me konflikte fizike, shkelje të pronës, narkotik, mashtrim, shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe krimit kibernetik. Sipas policisë, 3 të rinj nga Tepelena u proceduan penalisht pasi u përfshin një konflikt fizik për motive të dobta, ndërsa në fshatin Medar, një 60 vjeçar dyshohet se ka goditur me shkop druri një 16 vjeçar gjatë një konflikti për kullota. I mitur i mori mjekim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga stacioni i policisë me Malia ju proceduan 2 shtetas për pushtim dhe përdorim toke, ndërsa specialistët e narkotikëve proceduan 2 të rinj nga Fieri, të cilët ju gjetën sasi të vogla kanabisi gjatë kontrollit fizik. Në fushën e krimeve ekonomike, një 22 vjeçar nga Tepelena u procedua për mashtrim, pasi dyshohet se i ka shitur një pajisje elektroshtëpiake një 63 vjeçari me çmim të lartë. Policia rrugore referoi disa raste drejtimi mjeti pa leje drejtimi dhe aksidente rrugore, me dëmtime të lehta të 2 pasagjerëve. Ndërkohë po hetohet një rast i dyshuar i mashtrimit kibernetik, pasi një 38 vjeçar nga Gjirokastra ka kallëzuar se është aplikuar online për kredinë e emër të tij. Të gjitha materialet proceduriale i referuan prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme.
Gjatë stinës së dimrit shtohet të ndjeshëm përdorimi i bimëve medicinale të cilat përdoren kryesisht për kura natyrale dhe çajra shëndetësor. Qytetarët po tregojnë gjithnjë më shumë interes për vetit kuruese të këtyre bimëve, duke i konsideruar një alternativë natyrale për forcimin e imunitetit dhe parandalimin e sëmundjeve sezonale. Stina e dimrit është periudha kur përdoren më së shumti bimët medicinale. Ndikimi i temperaturave të ulta dhe nevoja për të forcuar imunitetin bën që qytetarët të kthehen tek natyra për trajtime të ndryshme shëndetësore. Grumbulluese e bimëve medicinale prej vitesh në Delvin pranë Vera Çeço shprehet se gjithnjë më shumë qytetarët po njohin vetit kuruese të tyre. Ajo thot se njerëzit i përdorin jo vetëm për trajtime të ndryshme, por edhe për të përgatitur çajra të shëndetshëm gjatë dimrit. Kryesisht tani përdoret çaj mali, që bëhet në sopot në Delvin, në fshatrat e Çajupit, edhe blini, lule murizit, lule shtogu, lule mëllagja, e shumë sherbela që është një nga bimët akoma më të mira, rigoni, e lloj bimësh të tjera. Shqipëria është shumë e pasur me këto lloj bim, shquhet Delvina dhe gjithë jugu i Shqipërisë për bimët medicinale dhe është filluar njerëzit të ndërgjegjësohen dhe të pinë sa më shumë çajra. Stop ilaçeve, kush është në zëmra mund të marrë lulen e murizit, kush është me të ftohtë mund të marrë lule blinin, çajin e malit, pak sherbel bëhet një çaj super. Leo Begaj, i cili jeton në emigrim prej vitesh, përdor bimë medicinale dhe shprehet se sa herë që viziton Shqipërinë blen bimë të ndryshme të cilat i përdor për çajra. Ai nënvizon rëndësinë e ruajtjes së traditës dhe përdorimit të natyrës për shëndetin personal. Unë jetoj jashtë shtetit edhe kthehem shpesh në Shqipëri për vizitë, po gjithmonë marr një bimë medicinale që është mirë për shëndetin. Për çfarë i përdorni kryesisht? Po zakonisht për shëndetin, për probleme shëndetësore. Deri diku përmirësojnë, edhe kanë efekt. Mua më kanë bërë efekt për jetime. Çfarë keni blerë sot? Gjithçka, çaj, sherebel, mollë të egra. Në këtë mënyrë përdorimi i bimëve medicinale vijon të mbetet një traditë e rëndësishme, sidomos gjatë stinës së dimrit. Qytetarët po tregojnë gjithnjë më shumë interes për alternativa natyrore, duke i konsideruar bimët jo vetëm si kura shëruese, por edhe si pjesë të përditshme të kujdesit për shëndetin. Nëpërmjet aroma e ëmbëlsirave tradicionale rikthen kujtime dhe ruan traditat familjare. Çdo recetë përgatitet me dashuri si në shtëpi ashtu edhe në pastiçeri, duke ruajtur shijen autentike që shoqëron festat dhe momentet e veçanta. Traditat e ëmbëlsirave mbeten kështu një nga pasuritë më të çmuara në qytet, pjesë e pandashme e jetës dhe gëzimeve familjare. Aroma e gjalpit të shkrirë dhe shërbetit të ngrohtë ka qenë gjithmonë pjesë e shtëpive përmetare. Nëpërmet, ëmbëlsirat nuk përgatiten thjesht për të shijuar, por për të ruajtur kujtimet, traditat dhe identitetin familjar. Çdo recetë mbetet histori e brezave që kanë trashëguar me dashuri. Baklavan e bëj vetë, e bëj pet-pet si në tradicionalin që kemi, nuk e bëj turke, e bëj pet-pet të thata, siç na e ka mësuar mamaja. I thajmë, hapim qarqafin, i thajmë në sopë druri. Kemi porosit të marrim ca ëmbëlsira për të ikur tek mamaja ime në fshat dhe të blim ca gjëra. Ne vazhdojmë që të ruajmë traditën përmetare. Në të gjitha gjërat, në të gjitha ushqimet, në të gjitha edhe përgatitje në shtëpi njerë. Ndërkohë, në pasqyritë e qytetit, këto receta tradicionale përgatiten me të njëjtin kujdes, duke ruajtur shijen autentike dhe duke shoqëruar momentet më të rëndësishme të festave dhe bashkimeve familjare. Ëmbëlsira më tradicionale, pak a shumë baklavaja, kadaifi, shëndetlia, kompekaj, të gjitha tradicionale, ne nuk e kemi hequr akoma atë tradicionale dhe vazhdojmë me atë tradicionale.
Ka sasaj, futim edhe diçka moderne që janë të kohës në mëdhen atje, po më shumë jemi të prirë te tradicionalja. Kemi përqendruar aty ku ka qenë tradicionalja, siç kanë bërë dhe prindit tanë me baklavan atje. Paka shumë baklavaja është me trequa, ka sasaj kemi dhe tradicionale që ka qyteti toni Përmetit, si gilikoja, llokumet e bajamta, llokumet e brumta. Të gjitha këto janë tradicionale dhe këto kanë një histori të paparë, domethënë se njerëzit marrin për dhurata, për t'i shpërnë për shtëpira. Mes recetave të vjetra dhe shijeve autentike, Përmeti vazhdon të ruaj një nga pasuritë e tij më të veçanta, traditën e ëmbëlsirave, që edhe sot mbetet pjesë e pandashme e jetës dhe e festave familjare. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashk, miru pafshim.